Hello njerëz! Mirë se vini përsëri në kanalin tim në YouTube dhe mirë se erdhët në një vlog tjetër mas 2 muaj. Mas 2 muaj. Unë them gjithmonë ujku ndron qimen, po jo zakonin, sepse unë mundohem, po prapë se prapë përfundoj siç kam përfunduar gjithmonë dhe nuk hedh asgjë gjë në YouTube për shumë kohë, marr një pauzë të gjatë pas një lloj arsye. Kështu që ja ku jemi sot është data 23 shtator, është vitrinja ime, happy birthday, shkon për mu, tyn. Të është ditënja ime njerëz, bëj 24 vjeçë dhe thash pse jo mos të filmoj këtë vlogun për ditën time, sepse do vinë disa gjëra interesante. Dhe kur them gjëra interesante, dini dhe ju se unë do ikin në Shqipëri. Momentalisht jam bo gati. Kjo është sfidi, do vesh balerinat e mia dhe do ikin në punë. Kjo është programi për sot. Paktën për gjatë ditës, pastaj në darkë do dalim me gocat. Me pyesni shumë shpesh kur I kam blerë këto balerinat, si këto se të zezat janë të dyja nga AKM, H&M, HM, si duni jote në Shqipëri. Dhe këto janë pak më të ngushta, dhe pse janë të njëjtin numër, vetëm se thjesht kanë copë pak më ndryshe, janë pak më të forta, kurse ato tjera, se janë kështu si saten, të zeza, janë shumë komode. Parë se të ikin në punë, plani është të ikit të marrë një pako të Zarës, që kam 3 ditë që po pres, do vinë të ditën e premte, dhe duhet që ka ardhë mbrëm dhe do iki ta marrë dhe kaq. Shpresoj që të ketë në gjë të hajrit të mrena, sepse unë për sontes kam se çfarë më veshë njerëz. E di se kam raftin dollapin plot, po prapë për sontes kam asë gjë. Ja ku kemi edhe këtu pakon tani dhe do të hapjet në punë se me zi pres më vërtet të shikoj a më vinë gjënat apo jo. Opa. Unë disa rroba I përbova dhe kjo është arsye sepse flokët e mia duken në këtë gjendje në këtë moment, por që fatkeqësisht nuk kam një pasyrë edhe s'kam se ku me lën telefonin për t'ju treguar mirë, kështu që mendoj se do I bëj unboxing ose në përgjithësi do I bëj një try on haul, si t'ju tregoj se si rrin vesh kur të jem në shtëpi. Jam zhgënjë, po si gjithmonë, ç'a t'i bëjmë? Po që mendoj se paktën fustani, që është një fustan të zi të thjesht për ditën time për të vesh sonte, mendoj se ai mund të, mund të më hyjë në punë me pak fjalë, kështu që sonte ndoshta mund të vesh edhe ato. Aq që s'kam edhe opsione të tjera, po nejse. Dhe kaq. Sa erdha në shtëpi, këto janë lule të bukura që më ka bë Mlonja dhe Sida, që është goca xhaxhit, më falni po më merret fryma sepse kam pas edhe këto 2 mega pako, kjo Zarës që I tregova që kam hap në punë në fakt, po nuk është se kam jetë shumë më I përvuese, s'kisha se si mi shiku. Dhe këtë tjetrin që ka prapë rroba Zara, po është kështu si I kam marrë me super ulje. Tani sa të pi që I kujt e marr pak frym, e do I tregoj çdo gjë. Ndërkohë të fus edhe këto lule në vazo. Sa cute që janë, o zot. Unë nuk I di, unë marroj për I qik lule. Pamja e rrobave dhe këto të Zarës që kam porositë të faqe të Zarës. Janë disa gjëra që për shembull e di shumë mirë se nuk më vijnë, se si ju thash I provova ose jam munduar I provoj tek puna. Po kam porositë këto balerinat e njerëz, shihni sa cute që janë. Mu ka ndesh se unë tani nuk e di, më është fiksuar me vesh këto balerinat, janë shumë të lezetshme, ama nuk kanë strukturë fare anash. Plus që materiali nuk është I përshtatshëm për kohën me shi, ama ngjyra është super cute. Gjithsesi kam porosit disa gjëra, tani ja vazhdoj t'ju tregoj. Një nga gjërat e para që kam porosit ka qenë ky fustani, se kam pas shumë vajza këtë verë me këtë fustan, edhe në TikTok edhe në Instagram e thash hej du. Për pak nuk e kam porositë te AliExpress, edhe pse unë nuk është se porosis te AliExpress, po e di shumë mirë se ka këto versionet I qik më të lira të Zarës, Mango edhe tilla. Thash why not, po vetëm se kisha kështu hallin që mos më vite në kohë. Gjithsesi kjo është fustani, ka kurizin hapt. Më pëlqen, po edhe është I gjatë pothuajse tamam, thjesht nuk mendoj që më qita edhe ai shumë mirë. Kështu që për këtë do e mendoj. Ndoshta edhe e maj dhe e shes ose e dhuroj. Pastaj kemi këtë fustanin që është një ngjyrë boqell super cute, më pëlqen shumë. Edhe ka këto 2 mega fjonga këtu përpara dhe më pëlqen, është një diçka ndryshe, mendoj se për 15 € që ja kam paguajt,
Edhe mund ta vesh, kupton në disa raste. Po si kur ma e vesh sonde për ditën time këtë? Mos tjetë too much. Se di, se unë jam e gjatë, këtë ju kam thonë 100 herë. Fustani është i shkurtër, po edhe unë jam e gjatë, kështu që me bjen ekstra i shkurtër dhe duhet të kem shumë kujdes. Se di, do të mendoj, po që më pëlqen, them të drejtën. Fustanin tjetër që është ngjyrë vishnje dhe ka këto xixa, prisni se tu i shihni më mirë. Dhe nuk e di as vetë pse e kam marrë, zakonisht nuk është e i vesh shumë të fustanet, kështu se janë të ngushta. Dhe copa hajt është e pranueshëm në kuptimin që këto copat janë kështu si me xixe, janë shumë të parahatshëm, të garricin shumë, të bëjnë shumë bezi të lëkura. Po që sidomos unë që kam lëkurën shumë të patolerueshëm, domethënë unë skuqem direkt, unë nxihem direkt edhe nuk e di. Ndoshta edhe këtë e maj, po e vesha mirë, po nuk e vesha, e jap dikujt tjetër. Po është i shkurtër. Okej, kjo është një nga ato fustana që unë mund të vesh, domethënë modeli më pëlqen. Okej, sa është për tua kurose dhe për çdo gjë tjetër, vetëm se ndoshta më vjen një çik i madh këtu te beli dhe pse ka elastik. Nuk e di a mund të shifet, këtu ndoshta po. Më bë ky telefoni për të pastruar dhe është i shkurtër për mua. Nuk është se kjo gjatësia më shkon shumë dhe nuk është se e preferoj, kështu që se di, tani do shikoj. Edhe kjo është fustani i fundit që kam porosit, pastaj e kalojmë te pjesa e sipme, që janë xhaketa, bluzë e tilla. Dhe se di çam ka shku meja ku e kam porosit. Thjesht më pëlqen të ngjyrat, them të drejtën, se kështu do të mendoj çik. Do ta mendoj, është për jo me shumë siguri, po të mendoj atë çoj mrapsh apo ta maj edhe pastaj të jap dikujt tjetër. Body numër 1, o zot këto flok. Okej. Body numër 1 është ky, është mesh, është transparent, vetëm se ka këtë pjesën përpara, që është vetëm përpara, si thash. Më thonë mrapa nuk e ka. Dhe më pëlqen. Them të drejtën, më pëlqen, ishte bëka çiko që po kërkoja një bluze të tillë. Kam një tjetër që është kështu si rrjet komplete transparente, se ka kështu si me xixe. Nëse më ndjekni në TikTok mund ta keni pa 3000 herë. Dhe kam pas qejf që të kisha një diçka pak më ndryshe, po prap të ngjashëm. Dhe ja ku e kemi. Kemi edhe këtë xhaketë, që në fakt nuk është xhaketë, sepse atje u qyte kështu si bluze, okay? Po unë thash dhe marr kështu si xhaketë, sa është e holl dhe është e kuqe. Më pëlqen, them të drejtën. Gjëja më e mirë sipas mendimit tim është se butonat edhe këto domethënë, butonat besoj si thuhet në shqip, i ka ngjyrë të kuqe. Domethënë nuk i ka as ngjyrë ari, as argjend, as gjë, edhe mund t'i kombinoj pothuajse me çdo gjë. Unë kapa këto flokët, e di se është pamja ime më e bukur, po s'ka gjë. Kjo është bluzja tjetër, po e mbuloj nga që është transparente, po më pëlqen shumë, ka edhe këto detajet këtu përpara, shumë cute dhe më pëlqen, klasike. Kam marrë dhe këtë xhaketë se quhet bomber, se është kështu si oversize. Në fakt, vetë kam marrë dhe M, se kishte vetëm M, okay? Dhe është pak kështu si oversize, po për gjatësinë e mangës është fiks për mua. Këtu është pak e gjantë, po besoj se ka vetë edhe kështu modelin. Dhe është edhe kjo body poshtë, që është me mangë të shkurtra. Kështu si, nuk e di se si quhet kjo copa, kështu si me via. Dhe është shumë i rehatshëm, më pëlqen edhe shumë prerja. Cute. Del shumë të ngjashëm me atë bodin tjetër, pak më ndryshe, pak më mangë më të gjata. Është ky, i zi, i thjesht. Tani e di se po vishëm vetëm me zeza, po e din sa rahat jam unë, e dini sa rahat jam unë, mu vesh pothuajse për ditë me zeza, se edhe për punë jam shumë i rahatshëm, s'kam vërtet me menu se çfarë të veshja, po si kombinohen të ngjyra, shumë e thjeshtë. I them të drejtën, nuk e di a mund të quhet xhaketë apo jo, se është si jergan. Me bjen edhe çik kështu si e vogël, po prap mendoj që mund ta përdor. Është e rëndë si copë. Se di. Jo si jergan, si badani mund të them. Si jergani është i çik ma i rëndë. Dhe më pëlqejnë shumë të detajet, se janë kështu si me xixa, po nuk e di. Është diçka e veçantë, besoj se mund ta përdor. Hello njerëz. Unë tani jam la dhe mund të shifet nga gjendja flokut tim që akoma nuk i kam tha flokët. Thjesht po bëj make-upin, do t'i thaj pastaj çik me Dyson, t'i bëj pak me onde, thjesht të duken një çik të lezetshëm pak në për ato 2 orë. Edhe do iki te Elnos në Brescia. Do thonë jo, tani e gjetë ti? Po.
sepse nuk di se çfarë më vesh sonte në vend të parë dhe në vend të dytë do ikit të ndroj krejt këto gjërat e Zarës se më kanë ardhur. Jo krejt se vetëm ato shoshka do maj, ato balerinat, i them shoshka unë. Dhe vetëm ato do maj. Kështu që kaq. Me që kam pak kohë tani me fol me ju, thash t'ju tregoj pak a shumë planet e mia për sonte. Do dal me gocat, me Betën, me gocën e Hallës, me shoqen time italiane, tunizine dhe me Angelinën. Ndoshta shoqen time tunizine Malek nuk e keni parasysh se nuk besoj se e kam nxjerrë, ju them të drejtën. Besoj se jo, por që e kam shoqe ka shumë vite. Edhe do dalim të katra, do ikim në Brescia, 3000 herë në Brescia, po që t'i bëjmë. Edhe do ikim të hajmë një darkë. Një qka të thjesht, le të themi, po nga që është dhe ditë marti dhe nuk është se ka shumë lokale që ofrojnë në diçka wow. Dhe më thonë nuk është si ditë e shtunë, si ku me festu për ditë shtunë. Por, me qëra muhabeti, jo thash edhe në fillim të videos, don't worry, sepse në ditën e shtunë, unë do festoj në Shqipëri. Në hera parë që më ka ardhur ideja për të festuar të linjën time në Shqipëri, ka qenë në fillim të gushtit, para se më ik për pushime në Shqipëri. Dhe pastaj në fund të gushtit është morë vendimi për po, isha e sigurt që unë do festoj të linjën time në Shqipëri. Ju them të drejtën, nuk është se ka qenë edhe super e lehtë për të organizuar të linjën time. Dhe pse në fund të ditës unë do bëj vetëm një darkë, po ideja në fillim, ideja origjinale ka qenë për të bërë një diçka tipike shqiptare, dhe me thonë një event privat ku unë rezervoj një vile për një natë, bëj pjesën e dekorit, zbukurimit, catering, ushimin, edhe muzik, DJ, çdo gjë, kupton? Një diçka të tillë të madhe, le të themi. Ama kam kërku pothuajse kudo, kam pyet kudo për vile, për shtëpi private, për çdo gjë, s'kam gjetur asnjë gjë. Kështu që thash, okay, Sonila, të duhet se s'bën që ti të vendosesh për një diçka tjetër. Po mendoj në fakt se kjo nuk ka qenë ide origjinale. Jem të ju rrejt. Se ide origjinale në fakt ka qenë për të bërë një diçka në plazh, në breg të detit, ose domethënë tamam në një restorant afër detit. Ama mos prish shumë shpejt, sepse mendova se shumicën e njerëzit që do vinë, të ftuarit, po, kështu thuhet, janë nga Tirana dhe thash, ndoshta kanë kështu si bezdi për televizë dhe thash, jemi më mirë të gjithë aty. Edhe kështu që kjo ka qenë ide origjinale, ju gënjeva pak. Ups. Po që pastaj ideja e dytë ka qenë për të bërë diçka private. Edhe pastaj unë nuk gjeta si gjë dhe kushira ime Sida Gësë Xhaxhit me dha një ide, se me pas isha gati, isha me vërtet të çmen. Ti desha me shkull flokët e mia, se thash, unë kam pre biletet, unë e kam me qef, pse s'po bëhet si plan, kupton, çfarë të bëj. Dhe me dha një këshillë shumë të mirë, me tha, pse nuk e bëni një rooftop në një ambient në Tiranë, që ka për shembull një hapësirë jashtë. Kupton? Një diçka të tillë, se do ishte perfekte dhe për shumicën e njerëzit që nuk do e kemë problem për të ardhur, se e kanë aty pothuajse, dhe mund të ishte edhe perfekte se bën thjesht një darkë. Kërkova dhe gjeta Mugo. Kështu që si përfundimisht, kjo është plani im. Unë kam qejf që të bëj darkën time te Mugo. Ja dola këtij muhabetit. Tani të thaj flokët e mia dhe do dalim, se është ora 3:30. Okej, më është bërë pjesë kamera, edhe nuk kam se si me pastru tani, po unë jam nis. I ka bën edhe qik naft makinës, se nuk është se isha pasi gjë, po thash ta kem për këto ditë edhe për sonte, për nesër, për pas nesër, dhe me thonë për këto ditë në përgjithësi dhe pastaj edhe për kur të kthehem nga Shqipëria. Dhe kaq, flokët janë jo skandalozë, se ka dhe më keq, ama s'është se janë e bukuri, po mirë janë se pra i shkoja sapata unë kanë dalë perlë. Dhe kaq tani jam rrugës, ka qenë kohë kështu si e keqe sot. Domethënë sot mjas filloi shi dhe pse nuk e pat ndonjëherë për shi. Edhe pastaj doli prap dielli, tani fryn erë, kuptova asnjë gjë. Se unë kam marrë xhaketën, edhe kaq. Është ora tani 4:07 dhe unë kam diku tek gjysore akoma. Po s'ka gjë, se prap se domethënë sa të hyj aty te Elnos, te qendra tregtare, e di se ku më ik edhe nuk është se vënohem shumë.
Ne rritëm, unë kam i test të madh me gjona për të ndru. Okej. Këto janë disa gjona që kam marrë përvu, kam marrë këtë kostumin që është kështu si pak ma jerët se sa të regot këtu në kamerë dhe ka gjaketën me pupla. Sa është cute të gëzit, dhe shofi jerë se si më rrinë, po jam pak që si nërdyrë sepse i thëmë të drejten dhe më thonë një gjaketë t'ilë ku mund të vesh unë pastaj prap. Bëu se di. Pastaj morën këta dy pantallonat që janë njësoj, vetëm se kam marrë një S dhe një XS dhe kam marrë këtë fusajnë të zi. Se si duket edhe seti me gjaketën edhe pantallonat. Mendoj se pantallonat jeni qik të shkurtra për mu, po prap besi se mund të punojnë. Më pëlqen, nuk është se më pëlqen, thjesht mendoj që ndoshta për dinjen time nuk është e përshtatët shumë. Të kisha një event tjetër, një diçka tjetër, edhe merri, okay, dhe e vishja. Po për dinjen time se di. By the way, meqi, çfarë t'ju them unë juve? Me duket vetë si gritë duma. Unë marrë pa punë, hynë të Zara si që e keni pa dhe ju. Dhe bleta disa gjëra që janë gjëra që nuk është se me duhen për sonte, përveç ndoshta takët edhe mund t'i përdor. Këtë takët e zeza që unë kam, thash kur kam lënë makinën. Pas kam lënë më afër se sa më shumë. Se këtë takët e zeza që kam i kam lënë në Shqipëri, edhe kështu që i mora t'i kem, dhe kaq, mora i fuson të zi të gjatë, se më duket se si ju kam tregu video. Edhe kaq, tani do kërkoj men, sepse zi se që ma vesh. Edhe plus që është ora 5:30, edhe do i në shtëpi sa më shpejt. Okej, njerëz, kjo është outfiti. Nuk është i gjohë për nise. Tani do i të marrë beten, edhe nise mi të reakcije më vonesë. Ne erdhëm te lokali, si quhet Area Dogs. Cosa? Non è quello, scusa. Ma sai che non è di Aschia poi, non so se è questo o meno. Entriamo un attimo qua. Ja ku erdhëm të gjitha, këtu kemi Malek. Edhe Angelinën, edhe vetën. Shkina hek me gjithë këtë venin. Ishte kështu si labirint o njerëz, si labirint. Edhe ambienti është shumë i bukur. Herë parë që vim të gjitha këtu. Kemi dhe kuzhinën e hapur. Edhe jam të pyet këto, a nëse punojnë me vërtet apo jo. Okej. Kjo është darka jon, kemi porosit, është kalamar, duket, edhe është pak pikante. Unë, Beta, Malek, kemi porosit të njëjtin gjë, kurse Angelina makarona. O italiane. Tanti auguri a te. Auguri. Ne kemi marrë një tortë që një ëmbëlsirë, si çdo gjë. Qytet banjim. Si ishte super mirë. Ishte kështu si me alkool. Po, si që pak fryna dhe qërit. Dhe ka është më gjenë kishë se të trejë kemi marrë të njëjtin ëmbëlsirë, përveç Beta se ka marrë cheesecake. Dhe më vjen kishë se s'na ka pëlqyer shumë. Nuk është se kishte një shije ne kush e di. Prezantimi i bukur, gourmet, kështu, po kjo në gjëra kush e di. Pastaj kemi marrë gin tonic, që është pa alkool. Thjesht mos më bide të mujnë se venun, s'mund të pise do që makinën, edhe këto zdunë dhe kaq. Kishim edhe këto ëmbëlsirë të vogla, bilje, edhe këto me pistaqe dhe rrështryta të mira, këto janë pjesa më e mirë. Unë tani salash makinën, i gjeta një parkim, ose më mirë me thonë e krijove unë parkimin tim, dhe po ikin në shtëpi. Duke se s'ka shku akoma ora 1, kështu që s'është super vonë, duke konsideruar dhe faktin që do më thonë Bresha edhe në përgjithësi veni ku ishim ne është 45 minuta larg, diku tek 45 minuta larg. Në falni për shumë zhurmën që po bëjnë të qeset, po vërtoj mi bajt kështu taman edhe ngjelin të përplas të kamat e mia. Si po thoja, duke konsideruar që është 45 minuta larg, mendoj që jemi super okay. Super okay. Mirë me gjithi përsëri njerëz të dashur, sot është data 25 shtator dhe sonte kemi avionin për tek në Shqipëri. Po tani është ora 8 mëngjesit, unë do iki për punë. Baby. Ikim te makina.
Okej, unë sa hyna në makinë dhe ju them të drejtën nuk e prisja që të ishte kaq shumë freskë. Okej, se jemi në fund të shtatorit e kuptoj se s'mund të jenë mod 40 gradë siç kanë qenë në gusht apo ku digjoj unë, po prap kaq fresk sa është sot nuk i prisja fare. Jam vesh edhe unë hall, plus që jam edhe me flokë të lakte dhe inshallah nuk ftofëm, po jam zgjuar sot mjas herët, 6:20, 6:30 për t'u la. Edhe ju them të drejtën, të bëj një gjë, të rregullu një gjë tjetër për çantën dhe për valizhen e vogël që do marr me vete sonte. Kam humb komplet kohën dhe s'pata mundësi për të tha flokët. Jem edhe pa make-up, që më thonë që të bëjmë. Nëse me shifin se jam pak e skuqur, sidomos këtu, sepse kam hjek musteqet. Dhe këtu sepse kam bërë kështu extractions, më rëm, pastrova pak lëkurën dhe kaq, tani do iki për punë. Nuk di se si ndihem, thëmë të drejten. Me duket sikur është i kështu si gjithmonë, thëmë të drejten, dhe pse unë iki muj në Shqipëri, prapë sa herë vjen për të nis, me duket kështu si e çuditshme. Sikur nuk jam mësuar, sikur nuk kam ikë asnjëherë në Shqipëri, ku digjon. Nëse nuk e dini, by the way, nëse nuk ju kam thonë, prindërit e mi janë në Shqipëri. Dhe ndoshta edhe për këtë arsye kësaj radhe më duket akoma më shumë e çuditshme, se zakonisht i kam pas gjithmonë tu në shtëpi, më çanta babit te aeroporti, edhe mami ishte në shtëpi për shembull, edhe më ndihmonte pak. Kurse tani jam vetëm me vllajin dhe ndoshta edhe për këtë. 2-3 gjëra për të puna dhe mora edhe këto 2 brioshat. Duke qenë se kam dalë në shtëpia super herët, se as flok nuk kam tha, as make-up s'kam bë. Pati që i ka për të ndalu të supermarketit për të brit ato 2 gjona. Tani do iki në punë. Edhe bilet jam edhe herët. Wow, çfarë po ndodh me sonilën? Se di. Tani erdhi momenti që unë preferoj më shumë, o zot, nëse më shihni këtë gjendjen në rrugën nuk më keni pa më vërtet. Por që si po thoja, erdhi momenti që do iki në shtëpi të rregullohem, të haj drek, të marroj me përgatit valizhen time. Kam atë valizhen e 10 kg, kështu si trolej, dhe do marroj ta përgatis. Edhe pastaj do nisemi ka ora 5, sepse zakonisht unë kisha bë plan që të bëj diçka tjetër, dhe më thonë plani ishte që një sekond. Okej, si po thoja, plani në fakt në fillim ishte që unë të ikë në shtëpi, edhe të haja bukë, edhe të bëja gati për të ikë në Brescia për të blejt parfumin. Se unë nuk e di pse kam harru komplet, kam qenë në Brescia për se sa herë, po kam harru me blejt parfumin tim të preferuar, parfumin që kam përdorur gjatë kësaj verës, që më kam marru, dhe kaq, thash të ikim dhe më thonë, plani ishte që të ikja vetëm. Po të fol me vllajin, se vllai do më çojë te aeroporti. Ram dakord që dhe më thonë, më nisi qik më përpara, edhe duke qenë se Brescia është në gjysmë në rrugës, në gjysmë, si thuhet, është në mes me pak fjalë. Thash, why not? Të ikim të ndalojmë pak atu 2 sekonda dhe ta marr. Okej, kjo më pak fjalë është gjendja që janë për të rregulluar të gjitha gjërat akoma, domethënë tu kam aksesorë që janë për të marrë vetëm disa, po thjesht i vendos të gjitha ato që mos t'i harroj pastaj, dhe kam vendosur edhe se çfarë më vesh për rrugë. Dhe pse jam i çikë si në dyshë të vesh këtë bodin që është i thjesht me butona, po ka mangë të qerekshe, ose të vendos një këmish i qik më elegante. Po, mendoj që për ata kemi kohë, wasa e bardhë, të ikim time boogie here. Hello, unë tani po rregulloj flokët, sepse hanga drek, marrova valigjen, dhe më thonë një mështita këtë gjanët edhe thjesht është për të myll. U lava në fakt, dhe tani thash po rregulloj flokët. Që desha me thonë unë, jam edhe vesh, i them të drejten, sepse është ora 3:30, Gjili, vllai im do vjeri ka ora 4:30, besoj se i ka thonë në ora 5 mu nis. Nga që si u tregova, plani është me ndalu pak në Brescia. Okej, o njerëz, unë tani u bona gati, kjo është outfiti. Kam vesh lekun që më ka thonë Side në fakt, po thash ta marr në Shqipëri, normal e pyeta para se më mor. Dhe këto janë valigjet e mia, siç gjithmonë, çantën e zezë dhe këtë valigjen roz, që më shohin njerëzit larg 2 kilometra se jam unë. Çoshket si është ai? Prisni. Nëse.
Çfarë gentleman, më la Gjili këtu të prit se këtu s'po bjen shi, edhe i ku më marr makinën e ta bjeri këtu se do të vendos valizhen time të vogël dhe çantën time të zezë. Oh, po bjen shi, nuk e prisja. Pa dom për shi, po prapë nuk e prisja. Ne jemi nis. Dhe ka shumë trafik. Ka pas trafik edhe deri te në vendin Bresha thot gjysore. E pastaj kemi diku tek ndoshta gjysore tjetër për dik pastaj në Bergam. Besoj që jetë ali. Okej, parfumin e kemi marrë dhe tani jemi në Brescia edhe po ikim te aeroporti. Okej, unë mora parfumin, një çik keq ato dhe ndoshta ngjoni shumë, po thash ti bëj një unboxing të parfumit. Ky është parfumi, quhet Carl de Gourmand 100 esense. Është një brand italian në fakt, se nuk shitet kudo, ka faqen online, por që nuk është se është parfum që mund të gjetë për shembull te Douglas, Sephora e këto. Unë kështu i kam qef parfumat, se di as vetë pse, po janë më të veçantë ndoshta. Dhe do ta hap se s'bën, nga që nuk mund të marr këtë pakën me vete, se kam frikë se më ndalojnë, nga që këtu është shkruajtur 110, se të japin 100 ml parfum edhe 10 ml kështu si punë sample që më gjithmonë me vete në çantë. I ëmbël dhe mua më pëlqen shumë, dhe pse unë zakonisht nuk është se i kam pas shumë qejf parfumet e ëmbla, po kjo është shumë i mirë dhe marr gjithmonë shumë komplimente për këtë. Se di as vetë pse, se unë për vete nuk është se i mi shumë. Nuk është se e nuhas, mas 2-3 ditësh që e kam bler një parfum, sikur mësohem direkt edhe kam shumë të vështirë, pastaj me ngju prap, me nuhat. E keni kuptuar. Nëse, kjo është parfumi dhe s'po e hedh këtu se jam në makinë, po do ta vendos pastaj në valixhe edhe kur të arriti te aeroporti. Arritëm te aeroporti. Gjili gjithmonë me valixhen roz. Tani do ikem. Njerëzun tani kalova kontrollet, edhe unë gjithmonë filloj bëj videon këtu ku jam tani, se po ikit e pasaportat. Dhe kaq, kishte shumë njerëz te kontrollet dhe sinqerisht nuk e prisja, por që domethënë njerëzit kanë ecë shpejt, dhe pse kishte shumë. Dhe kaq, jam tamam, se është ora 8:20, 7:40 dhe kaq. Mezi pres të ulem, të editoj një video për TikTok, edhe kaq. Mia dhe erdha me honi diçka, sepse ku isha tu në rrallë për kontrollet, po më bojshin zorët, grrrr gjithkohës, dhe unë kisha kutet dhe kisha hallin se njerëzit mos më ngjojshin, kështu që në fakt s'kam hënë asgjë, kam hënë vetëm drek edhe kaq, po më vërtet isha gjithë mëzitës me nxitim tu rukni tu rani dhe tani po që mund të relaksohem i çik dhe mund të haj bukë tamam. Se unë tani nuk ju thash orarin, po unë nisin e kam në orën 9:20, kështu që i bëj që unë të arrij në Shqipëri, në Rrinas, në orën 11 e pak. Inshallah s'ka ponesa dhe bile si inshallah sos edhe çima herët, por ndërkohë që unë të sos, ndërkohë që të marr makinën në Saknaneta, do shkoj çik vonë, besoj se në ora 12:30 ndoshta mund të jem në shtëpi. Maksimum e llogaris, maksimum në orën 12:30 po. Pastaj nesër, atëherë shpresoj herë të flej çik gjumë, edhe nesër kismet zotit kam një ditë goxha të ngarkuar. Do çohem që mjas herët edhe do turrem saktë në Anitën për Tiranë apo ku di gjë unë dhe jam e ngarkuar. Edhe se di. Nesër është edhe ditëlindja e Edës, gocës Tezës. Dhe nuk e di tani a do iki për darkë me ato apo jo, e kam kështu si pikë pyetje, ju them të drejtën, nga që të shoh herë të shkoj herë në Shqipëri, të flas me mamin e me babin, se si është tek, të shoh herë si kam planet unë për vete dhe pastaj të vendos. Unë me qefa kam, ama nuk e di se si do me dalin planet. Mirë tani, se po ngordh gati. Më vones avionin, po qen ka fix dhe me surprise. Si u thash asnjë gjë, sepse është më vonesë. Është në orën 9:35 në vend se në orën 9:20. Mirëmëngjes njerëz, unë bona gati, tani është ora 9 dhe unë do turrem sepse do iki në Tiranë, kam një takim. Dhe mos thoni se ndoshta ky lip kombo është shumë i errët, nëse. Se si
Tani do t'i tregoj makinën se nuk ju tregova më rom. Erdha, isha shumë e lodhur, ka marrë në shtëpi në orën gati 1 pothuajse dhe kjo është makina që kam marrë. Nuk e di, më duket edhe mua e pabesueshme, ju them të drejtën. Mora furnizimin e make-upit që më duhet për të bërë make-upin nesër. Po, shumica në produkteve janë produkte që kam përdorur më përpara, thjesht kam marrë një furnizim dhe nga Glitter and Glam Shop. Do i lejgjë si tagun këtu dhe shuj këtu edhe në Instagram edhe në TikTok. Dhe kaq, mezi pres të bëj make-upin nesër. Pastaj më tha tizenime që më ka ardhe porosia për një set që kam porosit nga Saudeza. Nuk e di nëse keni pa ndonjëherë Saudezën në TikTok kështu, po thash do ta blej një set edhe kam blejt, kështu që më ka ardhur dhe pastaj do ikja Neta. Dhe kam një takim tjetër tani. Unë jam për disë nga se im. Okej, njerëz, unë tani jam afër Mugës, se shkoj të flas për picën e linjës. Kam bërë gjithë gjërat që kam dëshmë bë. Po merret frym sepse kam lënë makinën e Neta afër liçenit, edhe nëse dini se ku është Mugë është në bllok. Dhe bie që kam ecë diku tek 20.000 miliard kilometra. Edhe pastaj nuk është kjo pjesa e keqe, se do kthehem mbrapa pastaj. Nejse, gjithsesi rëndësi ka që është orë 12, edhe kam gati pothuajse marrë këtë punët e mia. Njerëz, unë mora shoqërusën time, shoqërisën ishte të thonë, dhe tani do ikim te ferma Kallbaçi, sepse thash të bëjshim një xhiro prapë me kal, me kuaj. Dhe kaq, koha është zoti sot shturashi, kjo është gjëja kryesore. Dhe kaq. Shpresoj që të kënaqemi. Tani sa është ora Ida? Ora është 3:30. Okej, 3:30 gati, po. Edhe kaq. Kjo është ajo që ka ditë linja sot. Birthday girl. Birthday girl. Shumë postera tu mama i kom në vitrina, je kam shkatron si uragani Katrina. Nuk do më shihni sepse është errët. Edhe nuk gjej dritën e makinës këtu, nejse. Gjithsesi, unë ika në shtëpi, u bona gati përsëri pothuajse, sepse më tha Alicia që do dilqe. Edhe për këtë arsye po dal me Alicin. Ama ju them të drejtën, pastaj do iki te Mungu përsëri që të flas për pjesën e restorantit, për nesër mbroma e tilla. Edhe po bjen shi tani këtu, kur në Tiranë s'po bjen. Në Tiranë mos e sistemi qytetarëne. Dhe njerëz kam marrë dhe fustanin që do vesh nesër. Akoma se kam hap pakun, e kam këtu, nuk e di a shihni gjë, po e kam këtu. Dhe nuk e di, jam emocionuar, mezi pres ta provoj. Ta hapi herë ta shikoj dhe pastaj do ta provoj. Mama mia, jam shumë emocionuar, them të drejtën. Problemi është se s'kam as taka, s'kam as gjë. Takët e mia që kam pas porosit s'kan ardhe me gjithë çantën, kështu që kam ngel pas gjë. Edhe nesër, gjëja e parë që do bëj, një nga gjërat e para që do bëj është që të iki edhe të kërkoj për një palë taka edhe për një çantë që mund të kombinohen. E kaq. I them të drejtën, me Alicën ishte plani mik te Arka, rooftop, por që filloi shiu, shiu madh atje dhe tha sa jo normal kishte sos para meje, dhe tha filloi shiu madh dhe saknë Anita na lëvizën edhe tha ma mirë trim në qendër. Se pastaj ajo ka avionin në dark. Në orën 10 më duket se ka vonë. Makinën, fytyra ime duket sikur ka kalu traum. Lash makinën, më zhvise dhe fustani këtu. Nuk është ashtu i ngushtë, po është model kështu si me pala dhe nuk e di. Do të vesh too much elegante, ju them të drejtën, shihni. Zot, sa frikë unë i kam këto gjona, nuk e keni idenë. O zot. Po kthehem këtej sepse kam shumë frikë me pani. Hello njerëz, mirëmëngjesi, me pamjen time kaq të bukur. Sot është dita numër 2 këtu në Shqipëri, është ditë shtune, dati 27, dhe sonte do festoj ditëlindjen time. Ju them të drejtën, sot mjes nuk është se jam nejtë edhe shumë herët, është i marrë gjërat avash, e sakne Anita, dhe kaq, bona i dush, lau edhe flokët, sepse
nuk do kem shumë kohë mazdite, ndoshta thjesht do I ristiloj përsëri, për të la do kem kohë. Okej, unë po mundohem që unë ngjis sa ma mirë, sepse kjo kasa telefonit që ka marrë të shenjtë se ka ato si punë oktapod që ngjitet kudo pothuajse, nuk është se ngjit shumë mirë tek kjo pasyra, se ka fajin pasyra. Nëse gjithsesi po thoja se jam zgju sot mjesht jo edhe shumë herët, në 8:30, se zakonisht nuk është vonë, kupton, nuk është vonë si orar, po thjesht kur vitur në Shqipëri, në shumicën e rasteve mund të më ketë ndodhur shumë pak herë që jam zgju vonë në kuptimin mas orës 9. Zakonisht zgjom 6:30, 7 e pak maksimum se të bëhem gati, sepse pjesa që të bëhem gati më marr shumë kohë. Më marr shumë kohë kur nuk kam la flok, domethënë nuk kam për të stilu flokët, imagjinoni se sa kohë më marr e sa kohë do më mbaj mu tani me që e kam edhe flokët për të tharë dhe për të rregullu. Por që nëse, gjithsesi rëndësi ka që sot nuk është se kam super plane, domethënë kam diçka, kam thonë se mami me babin kanë ardhur në Shqipëri, ato janë bë gati një javë edhe sot ikin. Domethënë, nesër do bëj një javë, po kam vendos me ikë sot mosdite. Kam qejf kur vik këtu në Shqipëri që gjithmonë të bëhem gati në gjës. Më pëlqen sepse sikur e nis ditën marr dhe sikur se di, ndihem ma mirë me veten time, ma e plotësuar, ma e kompletuar, nuk e di, ka sens kjo gjë, për mua ka gjithsesi. Dhe kaq. Jam një çik si di. Po mendoj, jam i qik me mendimin, i them të drejtën, sepse sado që unë jam mundu me organizuar çdo gjë, mungojnë ato detajet e fundit që mu me bëjnë me uçmen. Për shembull çantën, takët, do ikë të rregulloj prap fustanin, edhe kaq. Domethënë është diçka që nëse ngjarë një shumë është më mirë të se ka finë dhom. Edhe kështu që domethënë janë të gjëra që mu me bëjnë, jo më mërzit se absolutisht jo, po thjesht të prish një qik ato të rezin, sepse duhet të organizohesh pastaj një herë tjetër. Po që nejse, do bëhet çdo gjë në mënyrë sa më të mirë, jam shumë e sigurt. Të marrë herë vetë make-upin, të thaj edhe këto flokët dhe shifimi pastaj. Do t'rregoj se çfarë do bëj. Hello. Nga një lagje, se si e di emrin të Durrës. Unë erdha në Durrës, sepse dorëzova përsëri fustanin që të rregullohet. Se tonë gjithmonë edhe Ariola nuk më lejnë vetëm sinqerisht dhe do t'i falenderoj shumë para kohës se po krijon ta defektin atje mrapa ke kurrisi dhe thash se ishte një problem i madh, po merret fryma se unë gjithmonë e lë makinën super large dhe pastaj më bjet që të hec 3000 kilometra në kam, se kam frikë pastaj se zgjej parkim aty për afër. Dhe si po thoja, Ariola dhe Sintosh s'me lejnë asnjëherë në balt dhe kaq. Tani do iki prap të marr makinën time edhe do iki të kërkoj një butikë këtu në Durrës gjithmonë, sepse e them s'ja blen mua me ik deri në Tiranë. Vetëm po zgjeta asnjë gjë, kupton? Të gjej një butikë që ka një palë taka që më pëlqejnë, edhe një çantë që më pëlqen për sonte. Unë s'kam marrë asnjë gjë, se thash, okay, do e gjej atje, kupton, ka lloj dyqanesh këtu. Do të gjeni diçka. Në fakt hyna te një butikë që më këshilloi Eri Nafaka. Dhe them Nafaka sepse e njihni për dyqanet Nafaka. Dhe kaq. Sa që kishte numrin tim për takët asnjë gjë. Hello, njerëz të mi të dashur. Unë tani sapo erdha në shtëpi dhe kam marrë gjithë gjërat që mu dashnë. Nuk di pse mos të bëj ky flokë kështu, nëse do të rregulloj pastaj. Dhe kam marrë fustanin i rregulluar dhe inshallah është i rregulluar tamam, mos më bjerë ndoshta shumë i ngushtë tani. Kam marrë dhe takat. Dhe mezi pasi provoj të gjitha bashkë sepse kam një çik përshtypjen, kam atë frikën se ndoshta nuk do shkojnë, po nëse nuk është se kam edhe super kohë, kështu që do s'bën të bëj të mundurën time. Do gjithë në banjo. Ja, makina dhe po parkohet. Eda është këtu duke rregullu takat. Në fakt Eda i ka dhënë makinës pothuajse deri tani sepse unë isha duke editu video dhe s'kisha kohë dhe ja, më pak kështu Eda. Ju dërgoj edhe outfitin e njerëz. Më kështu ule pak. Ja, outfitin e njerëz. A duke më pozitën si Angel. Do ju ti Angel vetë Mila. Ja, shihni.
tavolina. Edhe pasyra. Po njerëz nuk kam kapacicion, nuk më gjali, po është shumë muzikë e lartë, gjithsesi ne në fakt darkën e kemi gati marru, i them të drejtën, tani vjen momenti i tortës. Mirëmëngjes njerëz, si gdhejt, themi ne këtu. Gjithsesi unë fëndërshtora një, unë bogati, kishtë të fiti. Sot është dita e fundit, dita e diel, kishtë të fiti, kjo është nga Sadeza. Dhe ka qenë nga porosi që kam pas bëu para se të vija këtu, se thash du se s'bën që ta kem një. Bat pëlqej shumë si modele, si ngjyrë, thash është perfekte. Sidomos sot që është dita e fundit edhe do rikthehem në Itali, kështu që do udhëtoj. Tani unë po liroj makinën time, sepse kam akoma dhuratat nga mrom dhe do t'i hap vides, do t'i hap se akoma si kam hap, kështu që do t'i tregoj dhuratat, disa nga dhuratat që kam këtu. Në vend të parë normal që kemi shumë lule dhe nuk e di, njerëzit më njohin shumë mirë sepse lulet për mua janë gjithmonë një zgjidhje e bukur dhe janë shumë cute edhe këto, wow. Thash t'ju le këtu edhe të hapim disa nga dhuratat, se disa i këta të hapë edhe mërëm, se ishin disa gjëra që thanë, ok, më mirë t'i hapim tani. Edhe, ok, le të fillojmë me këtë parën, se unë në të drejtë nuk e di as se kush i ka sjell, edhe më vjen shumë keq, sepse nuk maj men. Gjasme duke hap dhuratët e saknenite dhe s'kishe më vend të telefonin, kështu që nuk di se sa keni pa, por gjithsesi do ju lina në një foto në një diçka të tillë, po më vërtet jam shumë e lumtur, njerëzit e dini se më vërtet nuk e di, kam kuptuar se sa mirë njohin ndonjëherë njerëzit që kam afër, sepse pushitet ishin të gjitha me ngjyrë roz kryesisht. Shumica në produkteve ishin produkte për trupi me xixa ose me aromë shumë të ëmbël, dhe nuk e di, domethënë nuk e di, ndonjëherë them jam kaq, si thuhet në italisht, prevedibile, domethënë që më njohin kaq shumë, edhe se di ma din menin kaq shumë, nuk e di. Gjithsesi unë tani po ikim në Tiranë, se do ikë të marr një pago, që është një dhuratë e vogël nga faqja e Instagramit Krem Karamel dhe kaq. Është vront, nuk është edhe shumë kohë e mirë. Pra 5:30 bëj se do ikë te aeroporti, se në 7 kam avionin, 7 e pak. Në fakt, mami me gjithë babin që e nis dje, më thanë që ka pas vonesa, edhe Alisja që është nis pa mronti, më thanë që kishte vonesa. Alisja në fakt e shkreta ka pas shumë probleme, sepse jo vetëm se ka pas vonesa avioni vet, po që ka arrit te aeroporti tjetër, domethënë vend se më arrit në Bergamo, ja ka ndryshuar dhe ka arrit në Malpensa. Okej. Lerë qoftë. Merri më morë babi të aeroportin e Bergamo dhe do ikim në shtëpi. Çdo gjë ishte në orar, kështu i zotit, e çuditshme, po çdo gjë ishte në orar. Dhe kaq, nuk u bënova shumë të kontrollet e pasaporteve. Kishte lezet, të them të drejtë. Okej, ja ku jemi këtu mas një javë pak që kam filluar këtë vlogun dhe mund të them definitivisht se ky është vlogu më i gjatë që unë mund të kem bën ndonjëherë, se nuk e di, nuk e prisa se ishte kaq i gjatë, se tani ka shku 40 e sa minuta dhe me këtë pjesë ndoshta shkon edhe 45 ose çik më shumë. Gjithsesi unë dua shumë thjesht ju falenderoj shumë që keni pa këtë vlogun deri tani dhe kaq shpresoj se t'ju ketë pëlqyer. Më vjen keq se ndoshta te pjesa e ditëlindjes që kam realizuar në Shqipëri, nuk është se kam filmuar shumë, por që kam video, i kam pasur edhe në Instagram, por që i kam të gjitha kështu për zjati në këtë format dhe jo kështu për YouTube. Nuk e di, më duket se më keni kuptuar, po prap nejse. Ky ishte vlogu, si thash, shpresoj të ketë pëlqyer dhe shihemi në videon e radhës, se nuk e di se cili do jetë, po dhe kur do jetë, por që për tani mund të shijoni edhe këtë. Do të mendoj se çfarë më bë. Okej. Nejse, i bëj shumë. Ciao.